Parku i Lirisë në Gjakov edhe këtë verë si në 20 vitet e shkuara nuk mirëmbahet si duhet. Gjatë verës është i mbushur me shkurrë dhe bare që nuk largohet asnjëherë. Nevruz Gjoçi, kryetari i Këshillit Lokal nr. 8, tha se banorët e kanë të pamundur të kalojnë në këtë pjesë për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe gjarpërinjve që ka në këtë vend. Por kjo është nxjerrje pak jashtëzakonisht vështirë, po për mirëmbajtjen e tij duhet kosto të madhe. Kështu që kushton vetëm premja barit kushton diku 2000-2500 euro, është vlerë jashtëzakonisht e madhe. Gjoçi gjithashtu tha se ka kërkuar edhe nga Bashkia Islame në Gjakov, e cila njëkohësisht është edhe pronare kësaj hapësire, por edhe nga komuna e Gjakovës që të bëjnë një zgjidhje në pastrimin e parkut, sidomos gjatë verës. Biseda kena pas, po për shkak mungesës fundeve është e pamundshme. Mirëmbajtja e parkut. Kena kërku ku paskua me pas aktivitete, bilis pak të njërë në vit, mu bëhe premja barit e gjona tjetër, se në barit tash kanë fillu me dole dhe gjarpit e gjona tjetër, po për shkak mungesës fundeve është e pamundshme, se edhe Bashkia Islame nuk i ka ato fundet që i kanë të tjeret kështot. Për këtë shqetësim të banorëve kemi kontaktuar Bashkinë Islame në Gjakov, të cilët në një përgjigje me shkrim kanë pohuar. Parcela që gjendet mes xhamisë së Kullësorit dhe mejtepet të Alel Efendis është pronë e Bashkisë Islame. Aktualisht kjo parcelë është objekt i një kontesti gjyqësor me Ish Qeramorsin, i cili pa mburur kontestin nuk po mirëmbajnë ashtu siç i takon, dhe as nuk është i gatshëm ta lirojë atë. Me që nuk bëhet fjalë për pronë publike, konsiderohet e papërshtatshme që kjo çështje të bëhet objekt trajtimi medial. Institucioni do të vazhdojë të ndjek procesin në rrugë ligjore, me qëllim që prona të kthehet në shfrytëzim të rregullt. Përkundër kësaj, disa banorë kanë pastruar dhe prerë barin në një pjesë të parkut të Lirisë. Ndërkaq kjo pjesë e parkut të Lirisë, pra siç njihet fusha e futbollit, është pastruar, por edhe është hequr bari me iniciativë të vetë lagjës Gec, por edhe të gjithë lagjës që është rreth parkut të Lirisë. Parku i Lirisë dikur ishte vend ku kishte gjelbrim dhe fusha futbolli, në të cilin mblidheshin qindra të rinj që arktoheshin.